Në ndërkohë, ajo që ndoshta konsiderohet një shqetësim tjetër është edhe që nuk e dim sa kur duhet lajmërohemi te mjeki. Ju e tha disa herë diare. Sa konsiderohet diare shqetësuese, një herë, 2 herë, 3 herë, 4 herë në ditë? Jo, diaret që zgjatin më shumë se me javë, më shumë se 2 deri në 3 javë, duhet sqaruar. Okej. Ndërsa, nëse dikush ka diare çdo ditë, po? 2-3 herë në ditë, për një kohë më shumë se 2-3 javë duhet sqaruar, sepse duhet përjashtohet sëmundje kronike inflamatore, një prej tyre. Është shumë sëmundje tjera, ka kolitin mikroskopik. Po ju kështu të herpasishme. Jo të herpasishme, por nëse janë gjatë duhet përjashtuar sëmundje tjera, sepse është IBS-i ndoshta. Me IBS mund të jetohet, mund të menaxhohet shumë mirë, mund të kontrollohet, po thjesht duhet përjashtohen sëmundje tjera, edhe me IBS mund të jetohet shumë mirë. Thjesht duhet menaxhohet mandej. Kur po thu që mund të jetohet me IBS, a është që menaxhohet me terapi apo vetëm kujdes në ushqim? Vetëm me kujdes në ushqim. Terapi specifike nuk ka. Domethënë ka terapi simptomatike, sepse IBS-i dohet në disa lloje. Ka probleme me dhimbje, IBS tip, ne kemi kriteret e Romës, si thonë, me fryrje, ka me dhimbje, ka me me diare, ka me obstipacion, dhe i kombinuar. Dhe edhe varësisht nga tipi duhet përshtatem, por që është një rëndësi shumë të madhe ka mikrobioma. Po.